Presidentja e KE-s Ursula von der Leyen me vizitën në Shkup do të përmbyll sot turneun e saj në Ballkanin Perëndimor. Në kuadër të vizitës së saj ajo do të takojë kreun shtetror. Fillimisht do të pritet nga kryeministri Hristijan Mickoski në qeveri, ku do të zhvillohet një takim tet-a-tet e më pas edhe një takim bilateral. Qëllimi i vizitës së zyrtarës evropiane, siç kanë theksuar paraprakisht nga delegacioni i BE-s në Shkup, është përsëritja e mbështetjes së BE-s për rrugën e antarësimit të rajonit në BE dhe qasjen graduale në tregun e përbashkët, si dhe për të diskutuar planin e rritjes prej 6 miliard eurosh të BE-s për Ballkanin Perëndimor për periudhën 2024-2027. Ndërkaq, kryeministri Mickoski dje duke komentuar këtë vizitë tha se pret riafirmim të pozicioneve se qëllimi strategjik i vendit është antarësimi i plot në BE. Presti riafirmoi pozicionet se qëllimi ynë strategjik mbetet antarësimi i plot në BE, është sikur gjatë 25 viteve të fundit kemi humbur ngadalë fytyrën tonë, duke ecur në atë rrugë, sikur të ketë mbetur pak nga identitet dhe nga ajo fytyrë duke ecur drejt asaj rruge. Shpresoj që të ketë një rezultat nga BE në mënyrë që të paktën ta ruajmë pak fytyrën tonë para se të hymë, sepse me fytyrën dhe identitetin e humbur nuk do të bëjmë asnjë punë as për ta, dhe kjo qeveri nuk ka ndërmend të humbas më shumë nga identiteti dhe fytyrën e saj. Nga ana tjetër, von der Leyen sot vizitoi Beogradin dhe Prishtinën gjatë konferencës së përbashkët me presidentin serb Aleksandar Vučić. Tha se qëndrimi i Bashkimit Evropian nënkupton liri, jo shtypje, përfshirë të drejtën për tubim paqësor. Ajo po ashtu ka kërkuar nga Serbia hapa konkret në rrugën drejt BE-s dhe vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Kujtojmë se zyrtarja evropiane filloi turneun e saj në Tiranë, ku mori pjesë në forumin e investimeve BE Ballkani Perëndimor, ku nënshkruan disa marrëveshje investimesh. Ajo tha se rajoni mund të marrë deri në 4 miliard euro investime.